Eliona flet hapur në një takim me Londrimin. Klodi më ka ndihmuar, sepse e zbuti situatën. Para kamerave doli e vërteta në shesh, gjatë një takimi të zhvilluar me Londrimin, Eliona ka folur hapur për situatat e tensionuara që ka përjetuar brenda shtëpisë së Big Brother dhe për rolin e rëndësishëm që Klodi ka pasur në përballimin e tyre. Me tone të sinqerta dhe pa dorashka, ajo pranoi se gjendja kishte qenë shumë e rëndë para se gjithçka të shfaqej hapur para kamerave. Sipas Elionës, presioni, keqkuptimet dhe ngarkesa emocionale kishin arritur në një pikë ku situata ishte bërë e vështirë për t'u menaxhuar. Ka pasur momente kur puna ka qenë shumë keq. U shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se tensionet e brendshme dhe situatat e pasgjidhura kishin ndikuar ndjeshëm tek ajo. Në këtë kontekst, Eliona theksoi se Klodi ka qenë një mbështetje e madhe për të. Ajo tregoi se ndërhyrja dhe qetësia e tij ndihmuan në zbutjen e situatës, duke shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konflikteve. Klodi më ka ndihmuar sepse e zbuti situatën, tha ajo, duke nënvizuar rolin e tij si faktor stabilizues në një periudhë të vështirë. Eliona shtoi se gjithçka që kishte mbetur e paqartë ose e fshehur më herët, doli në pa para kamerave të Big Brother. Sipas saj, transparenca e formatit bëri që e vërteta të mos mund të fshihej më. Para kamerave na doli e vërteta në shesh, deklaroi ajo, duke lënë të kuptohet se publiku tashmë ka parë realitetin e situatës ashtu siç ka qenë. Ky rrëfim i Elionës ka ngjallur reagime të shumta, pasi hedh dritë mbi prapaskenat emocionale dhe tensionet që nuk janë gjithmonë të dukshme në momentin e parë. Njëkohësisht, deklarata e saj forcon edhe më shumë idenë se marrëdhënia me Klodin nuk ka qenë thjesht emocionale, por edhe mbështetëse në momente kyçe. Takimi me Londrimin u perceptua si një moment reflektimi dhe sqarimi, ku Eliona zgjodhi të flasë pa filtra, duke pranuar vështirësitë, por edhe duke vlerësuar ata që i qëndruan pranë. Ndërsa loja vazhdon dhe